Muaji i mars solli një risi për nxënësit e shkollës finlandeze në Kosovë. Në kuadër të klubit të dramës dhe teatrit, ata pa nga afër atë që zakonisht të mësojnë në bankat shkollore. Gjithçka u zhvillua gjatë një vizite 4 ditore në Londër. Për ardashësit e vegjël, kryeqyteti i Mbretërisë së Bashkuar ofroi mundësinë që ata të vizitojnë teatro, të marrin pjesë në punëtori dhe të përvetsojnë aftësi aktrimi duke parë nga afër shfaqje dhe koreografi. Aty ku teoria bëhet realitet, nxënësit e shkollës finlandeze të Kosovës përjetuan një shumëllojshmëri zhanresh, nga komedia dhe muzika deri tek drama serioze dhe teatri klasik. Më pëlqeu që kishim një shumëllojshmëri zhanresh. E para ishte një komedi, The Play That Goes Wrong. Kjo komedi ishte e jashtëzakonshme. E para për të filluar dhe për të dhënë energjinë. Nxënësit e pëlqyen shumë humor fizik dhe kozgjatje shumë e mirë. Bëhet fjalë për një shfaqje që shkon keq, por në fakt duhet të jesh një aktor i shkëlqyer për të bërë që një gabim të duket si gabim. Në të vërtetë gjithçka shumë e koreografuar. Tjetra ishte Back to the Future, the musical, që kishte efekte speciale të mëdha dhe të forta. Kërcim dhe muzikë. Ishte një bombardim ndjesive, shumë e zhurmshme, dhe mendoj se ishte një mënyrë shumë interesante për t'ju treguar nxënësve se mund të shkojmë nga një komedi pa muzikë dhe kërcim tek një shfaqje me muzikë dhe kërcim. E treta ishte Witness for the Prosecution. Kjo ishte më shumë një shfaqje tradicionale për ligjin dhe rendin, e vendosur në vitet 1950 dhe kishte shumë tekst për të ndjekur. Kjo ishte më shumë një shfaqje tradicionale për rendin dhe ligjin që u zhvillua drejt për drejt në skenë. Dhoma e gjyqit ku zhvilloi shfaqja ishte në të vërtet një dhomë konsullore dhe ishte shumë e bukur. E fundit ishte një shfaqje e Shakespeare-it. Kujtimet e këtij udhëtimi janë ende të freskëta për nxënësin Teo Beha, i cili veçan shfaqjen e tij të preferuar. The Play That Goes Wrong kisha të ma shumë të ka pëlqy se konë shumë qeshëroke ambiente, u konë shumë i mirë me njerëzit edhe krejt, u konë vani shumë i mirë kështë, unë ka pëlqy ma shumë të për mu. Të mahnitur nga vizita në Londër, u ndonë edhe shoqëria e Teos. Po i ka bo shumë përshtypje të gjithë, ekstrem shumë përshtypje, shumë bukur, kom një miknaq, që kom veni, që jam qinë sendet, teatrat, i ka bo shumë përshtypje. Për shkollën finlandeze, udhëtimet e tilla janë një mënyrë e zakonshme për të lidhur njohuritë me përvojën dhe kreativitetin. Pjesë shumë e rëndësishme e kurrikulës finlandeze dhe sistemit edukativ finlandez është mësimi përmes projekteve apo formave të ndryshme të mësimit. Nuk limitohet vetëm tek pjesa tradicionale e cilën jemi mësuar përmes librave, mësimit teorik, përmendsh. Ato janë forma shumë të vjetra të cilat nuk kanë shumë efekt te mësimi i nxënësve. Për atë arsye, ne munduemi që pjesën e mësimit në bazë aditore të jetë sa më atraktiv, sa më praktik, edhe një pjesë shumë e rëndësishme e tyre është organizimi i udhëtimeve të ndryshme, qoftë brenda vendit ose jashtë vendit. Përtej mësimit dhe arktimit, kurrikula finlandeze e kësaj shkolle u jep nxënësve mundësinë të zhvillojnë përgjegjësinë, bashkëpunimin dhe sjelljen e mirë. Gjithmonë kur nxënësit tanë udhëtojnë jashtë vendit, ata mësojnë më shumë përgjegjësi, mësojnë bashkëpunim dhe mësojnë të kujdesen më mirë për njëri tjetrin. Është shumë e dobishme për ta të shohin se ekziston një mënyrë tjetër jetese jashtë vendit të tyre. Pra, prioriteti ynë kryesor këtu është të edukojmë nxënësit tanë që të bëjnë qytetar më global.